Radhazi po e bëjmë si traditë që me 1 qershor në ditën ndërkombëtare të fëmijëve të bëjmë një aktivitet i cili është përnder për ata që çdo ditë na falin dashuri dhe ne t'u kthejmë atyre në këtë mënyrë që të festojmë në këtë format. 1 qershori nuk është vetëm për të rikujtuar se ne kemi një ditë fëmijësh ndërkombëtare, por është që ne të bëjmë dhe të punojmë që atyre të cilët janë e ardhmja e një vendi, t'u krijojmë një ambient më të sigurt, një mjedis më të shëndosh, t'u japim mundësi për të zhvilluar dhe për të realizuar ëndrat e tyre. Litera vazhdimisht po kontribon me veprimtarinë e tyre, vazhdimisht po kontribon në ngritjen e cilësisë në shoqërinë tonë, ngritjen e vetdijes për të lexuar, ngritjen e vetdijes për të përkushtuar ardhmërisë tonë. Litera po boton vazhdimisht materiale për fëmijë, Litera vazhdimisht po organizon aktivitete për socializim dhe për ngritjen e zhvillimin, për ngritjen intelektuale të fëmijëve. Gjithashtu Litera këtë vit me këtë organizim ka sjellur edhe një sër aktivitete, shkëngë, valle, vallëzime, një kënd që ka qenë me lojra kompjuterike dhe në fund kemi patë edhe shpërblime dhe dhurata për të gjithë pjesëmarrësit në këtë aktivitet. Ato vinë gjithmonë të motivuar dhe të entuziazmuar për atë që do performojnë në qendër në sheshin e qytetit. Edhe ajo rikujtimi i kësaj dite dhe përkushtimi ndaj tyre ju jep atyre një vend të veçantë në këtë ditë. Ato ndihen më të veçantë, ndihen më special dhe ndihen plot kureshje dhe kuriozitet për të zbuluar se çfarë i pret ato. Por unë do kisha bërë një mesazh të gjithë, një porositje të gjithë të rriturit, jo vetëm të fëmijës, se asnjëherë mos e humbni fëmijërinë brenda vetes tuaj. Asnjëherë mos e humbni, ruajeni atë dhe gjatë gjithë jetës veproni me qëllësi, sinqeritet dhe gëzoni për gjërat e vogla ashtu siç gëzohen fëmijët.